Na ishte një herë. Bolë me pralla. Si jam pralla prit. Në vitin 2010 u vendos ligji për duhanin. Të gjithëve na zu panika. O tash, si do jetojmë? Ja, s'ka lezet as me dal hiq, por rrim që aty në përshpia ma mirë. Mirë, ama nuk zgjati shumë frika. Dikush që s'na njeh do thoshte, a lat duhanin a? Jo, mre, çfarti, e lam ligjin. E tash, deja vu. Do e risillkan ligjin më fuqishëm se kur. Kësaj radhe do bëhet, a thu pse? Kemi ndryshuar ne ndërkohë, hiq tak. Janë reformuar institucionet e i kanë plotësu vrimat e ligjit kalum. Do e shohim. Me rëndësi, puna po bëhet serioze. Ato rregullat e vjetra për ambient të mbyllur normal që qëndrojnë. E tash edhe terasat e improvizuara duhet të jenë me standarde shtesë për t'i plotësuar kushtet e ligjit. E risia më e madhe është se tani ndalesa për pirjen e duhanit vlen edhe për vendet publike. Ju me vejpat mos rrini këmbë kryq se edhe për ju po vlen. Kjo përndryshe është kërkesë e BE-s për progress reporting, kështu që dojmë, duhet me bo. Hajde për hajër. Unë jam Teuta. Kjo është Troç. E kush tjetër do flas më Troç se numri 1 i shëndetësisë në vendin tonë. Sot me ne për ligjin e ri kundër duhanit, Ministri i Shëndetësisë, zoti Adiri. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për një ambient i cili vërtet shumë i këndshëm. Faleminderit. Dhe duket që përveç gazetarisë keni edhe shumë dhunti pozitive këto skillsat për kombinime të ngjyrave. E vlerësoj shumë. Faleminderit sa po kemi filluar me emisionin. Edhe besoj që do ketë efekt edhe pamjaset e ne shqiptarët, estetika shumë vlen. Edhe është e rëndësishme. Faleminderit shumë. Do hym straight to the point. Ministër, se besoj ju kanë vënë kështu gjithë për këtë ligjin e duhanit, por ju jeni okay të përgjigjeni Troç sot apo jo? Në përgjithësi, qasjen e kam që të përgjigjet të jenë Troç. Ndoshta ajo vjen edhe nga struktura profilizimi profesional si inxhinier. Përndryshe, titulli i ligjit nuk është ashtu, ndoshta e that me qëllim apo pa qëllim. Bravo, e thash me qëllim. Po, titulli i ligjit është ligji për mbrojtje nga që të zemrohen duan pirësit, ministri është kundër ne. Po, nuk ligji në përgjithësi nuk është kundër duhanit, por është për mbrojtjen e qytetarëve në ambiente ku ato që nuk pinë të kenë një komoditet dhe mos dëmtojnë shëndetin. Përndryshe ligji lejon të konsumohet nikotina, po në ambiente të definuara me ligj. Për ta Albi ka ndjekur ka një kohë këtë temë dhe ka shumë artikuj të shkruar sa i përket gjithë zhvillimit të procedurës, sepse ende nuk është miratuar ligji, është në procedurë draft, si quhet, ose nuk është tani më? Është përfundu teksti i ligjit, tani ma ka hyrë në procedurë qeveritare si tekst i plot, po. Që nuk nënkupton që mund të ndryshohet diçka pastaj me amendamente në parlament, po gjithsesi në qeveri ma është teksti i cili ka përfundu. Janë konsultuar të gjithë stakeholderët, kanë qenë pjesë e punës, pastaj kemi konsultuar edhe institucione shëndetësore, edhe institucione tjera publike, ministrit kanë qenë të pyqëra të gjitha. Kështu që besoj që ka një tekst i cili nuk dëmton atë që pinë cigare, po edhe nuk dëmton atë që nuk pinë cigare. Pra është një ligj i cili informon qytetarët që janë konsumator aktiv, pirës aktiv të cigare, se sa është e dëmshme dhe si mund të zvoglohet numri i cigareve në ditë. Për këtë arsye do bëjmë komplet një infrastrukturë me qendra në çdo qytet ku do të ketë ekspert që do të punojnë me qytetarët që vërtet dëshirojnë të ndalojnë të pirjen e duhanit edhe të jepen këshilla profesionale. Nga ana tjetër, qytetarët të cilët nuk janë konsumues aktiv, t'i mbrojmë nga ky ambient. Ashtu. Ishte edhe rada në fund të ditës që ta pranojmë. Mirë, atëherë, siç thash, pra tema ligji mori shumë vëmendje në media, u bë edhe sigurisht edhe nga qeveria momentale u prezantua si një moment historik, si një gjë shumë e madhe. Tani e madhe është nëse do të miratohet dhe nëse do të implementohet ashtu siç duhet. Por pyetja edhe e qytetarëve, edhe e jona si gazetarësh, nëse këtë e bën ministria për të marrë vetëm sigurisht sy që është duke bërë punë, ashtu
në shëndetësi, është duke rregulluar vrimat ku janë, apo është një gjë e vërtetë? Pra, do të nisi nga fundi. Këto ligje, jo vetëm në Maqedoni, gjithandaj në botë janë ligje që krijojnë shumë telashe, edhe për institucionin, për ministrin, edhe për ministrin, për shkak se ekosistemi në çdo shtet është shumë komplikues në aspektin e këtyre ligjeve. Do të filloj nga industria, thonë një ndër industritë më të zhvilluara në nivel botror, si në aspekt financiar, edhe në aspekt infrastrukturës dhe kapaciteteve njerëzore, janë industri që prodhojnë duhan, cigare. Dhe gjithsesi ti kur krijon një ligj, ju krijon një kornizë e cila nuk mund të dalin jashtë kornizës dhe nuk është në asnjëri nuk do të kishte dëshiruar, edhe është në natyrë që të kesh një kornizë. Të gjithë dëshirojnë të kenë një liri dhe të manipulojnë me sistemet ashtu siç duan. Nga ana tjetër, ju e përmendat vetë, kemi një numër shumë të madh të qytetarëve. Ne mbi 45% të qytetarëve në Maqedoni janë duhanpirës aktiv, që pinë mbi 18 cigare në ditë. Pra, ligji nuk është që pritet mirë edhe nga ana e këtyre. Po jo, fare. Dhe në total, po ta merrni çka kërkojnë politika dhe politik bërësit, në këtë rast ministri, kërkon që të krijon ligje të cilat nuk kanë rezistencë të madhe. Dhe po të nisësh nga ky këndvështrim, ky ligj nuk duhet të jetë në rendite. Okej. Për shkak se nuk është ligj i cili kalon lehtë. Ne kemi punuar shumë, unë në presin e parë kam thënë që në 1 mars ligji do të jetë më në fuqi, dhe nga 1 marsi do fillojmë neve ta implementojmë. Ne jemi në 16 prill ende ligji nuk ka kaluar edhe filtrin e fundit të qeverisë. Pra, për këtu duket që është ligj i cili kërkon shumë punë, ka shumë rezistencë, ka institucione të cilat vërtet janë mësuar në këte momentet kur shteti, edhe pse kemi ligj edhe në moment derisa flasim, po nuk implementohet dhe nuk realizohet në jetën e përditshme. Apo harxohet vetëm kohë për të shkruar një ligj të ri, për të harxuar gjithë ato që thatë muaj, sigurisht edhe fonde edhe para shtetërore. Nuk është poenta, ti beson. Kur të mendojmë nga përvoja, po flasim, e keni thënë edhe vetë në disa raste të tjera, që sistemi i inspektimit nuk po funksionon. Pikërisht kjo, jo vetëm ajo, ne kur hym brenda pastaj të shohim çka ndodhen me Maqedoninë, e cila është në top prej shteteve që nuk e ka të rregulluar mirë të punën e ambientit të pastër, por punonjësit dhe të rit. Dhe kur merr nga ana tjetër analizën e numrave të qytetarëve që vuajnë nga sëmundje që lidhen direkt me konsumimin e cigares dhe nikotinës me forma të ndryshme, del që shteti jonë thjesht ka një kaos në këtë hapësirë. Këtë e dim, e shohim çdo ditë. Dhe besoni që në këtë aspekt neve duam apo s'duam, nëse dëshironi të krijoni vërtet sistem i cili do të mbron qytetarin, puna e parë ishte me gjithë këto informata dhe me gjithë këto dhe themi dije që do të kemi rezistencë, do të ketë shumë probleme. Në çdo konferencë, për shembull, çdo herë kam pyetjen deri ku jeni me ligjin. Dhe ne i hym ligjit bashkëthellë, edhe në aspektin e ligjit momental flas. Ku ngecim si shtet, pse nuk implementohet? A është sistemi i inspektimit? Doli përveç sistemit të inspektimit, doli që edhe ligji në tërësi nuk është mirë i definuar. Dhe hym e definuar në çdo aspekt. Për shembull, në ligj definohet vetëm një inspektorat i cili mund të inspekton implementohet apo jo ligji. Për numrin e inspektorëve që i kemi në shëndetësi dhe për infrastrukturën, ju vetëm në Shkup keni mbi 7.000 lokale, që të duhet të kesh inspektor që do të inspekton. Ku do t'i gjejmë të inspektor? I kemi? Po rezultati duhet jeni kreativ pak kur krijoni ligje, kështu kreativiteti jonë ishte këtu, mos i japim vetëm një inspektorati të drejtë, po t'ju japim 9 inspektorateve të drejtë të inspektojnë, kur ato inspektojnë edhe portfolien që i kanë momentalisht, ne ua kemi zgjeruar që të mund të inspektojnë edhe këtë ligj. Edhe lokalet për këtë ligj. E dyta, qytetarin ne kemi futur në qendër të komunikimit, ku nëpërmjet QR kodit do të jetë i obliguar çdo lokal të ketë QR kod, të mund të me skenimin e QR kodit automatikisht unë të alarmoj, të informoj edhe ministrinë dhe inspektoratin që në një lokal nuk implementohet ligji. Si qytetar? Si qytetar. Pra ne tani nuk kemi veç inspektorët, po edhe qytetarin e kemi në një farë forme. Do të shtikemi në punë secili vetën. Ai i cili dëshiron të jep kontribut
në shoqëri. Unë mendoj se është një kontribut. Të paktën është kontribut nëse jo për ato që janë pjesë e lokalit dhe infrastrukturës, është për kontribut për ato që punojnë aty. Besoni që kemi bërë një analizë. Me këtyre inspeksioneve tjera ose sektorëve siç e përmendët, a përmbushet mungesa e stafit që po ekziston tani te inspektorati sanitar dhe i punës? Gjithandej. Përsëri do ketë mungesa. Dhe nuk mund të themi çdo herë që do kush e di çka të bëjmë. Në këtë pjesë aty duhet trajnime, duhet për shembull në inspektoratin tek ne duhet mjek. Neve mjekët na mungojnë edhe në institucione shëndetësore. E tani edhe në inspektorat gjithashtu jemi të vetëdijshëm që na mungojnë, po interesi është shumë i vogël për të punuar si mjek në inspektorat. Që kemi këto telashet tona të brendshme. Rroga është e ulët pse? Po edhe zhvillimi i karrierës, të jesh inspektor dhe të jesh mjek, janë dy sende të cilat dikush tash e don këtë pjesë të portfolios së punës për çdo ditë, dikush tjetër nuk e don. Sido që të jetë, neve gjetëm zgjidhjet me infrastrukturën që i kemi që të mundemi inspektoratet dhe mundësitë tjera siç është qytetari, institucione tjera të mund të japin kontribut në komunikimin. E dyta është pjesa financiare dhe institucionale. Në aspektin financiar, si shtet dhe si ministri, ne harxojmë dikundi 5% të buxhetit, vetëm duke trajtuar smundje që lidhen me shëndetësi. Dhe po pristi tani me implementimin e ligjit të reduktohet kjo pjesë, po me atë si zgarantoj. Neve kemi bërë një target. Tani targetet duhet ketë, pastaj duhet të ndiqen këto targete realizohen apo jo, po gjithsesi çdo ligj duhet ketë targete. Targeti jonë është për 2 vjet kur do të hynë në ligjin në fuqi, të reduktohet në 20% numri i duhanpirësve. E besoni ju këtë realisht për popullin tonë, duke njohur shumë mirë? Duke marrë parasysh qasjen që do ta kemi, besoj që populli jonë është populli i cili në fakt në fund të ditës secili nga ne dëshirojmë kemi një shëndet më të mirë, një jetë më cilësore. Nuk është se nuk e dim ne që na bën dëm, po varësia. Shkenca vërteton që me qasje të ndryshme mund të zvoglohet nëse jo të anashkalohet komplet pirja e duhanit. Nga ana tjetër në listën esenciale kemi futur edhe këto ngjitëset në trup me nikotin. Ma vë pyetjen. Po, më falni. Por që e keni ambientin kështu që mendova që jemi në shtëpi edhe bëjmë muhabet kështu të lirë, më fal. S'është problem. Dola jashtë kornizës. Jo, shumë mirë, korniza është aty ku duhet. Ngjitësit me nikotin dhe çamçakëzët nikotin apo do të jenë në listën të barnave esencial të fondit shëndetësor. Por lajmi është që qytetarët duhet t'i paguajnë vetë, pra nuk ka të jenë pa pagesë. Do thonë do të jenë në listën esenciale, por nuk do të jenë në listën pozitive. Pra, do të paguajnë. Çfarë kuptimi ka të futen aty në listë e përsëri ne t'i paguajmë? Vetëm të na marrë vesh mjeku që po dojmë me lënë duhanin. Jo, nuk është ashtu. Në listën esenciale kur janë, shteti është obliguar t'i ketë si produkte. Nga ana tjetër, kur qytetari paguan dikundi statistika thua nga 100 deri në 300 denar një pako me 20 cigare, ai i cili dëshiron ta lënë, për shkak se ju e that është varshmëri, besoj që do të paguan 100 denar, 150 për diçka e cila do t'i ndihmon ta zvoglon rrezikun e shëndetit. Në fund të ditës, a ka mundësi të bëhet edhe plotësimi i kësaj që e thamë prapë të jenë këto preparate pa pagesë për qytetarët? Po, neve shqyrtojmë atë, në moment në aspekt financiar nuk qëndrojmë mirë, edhe fondi dhe ministria. Kështu që kemi barna të cilët janë në listën esenciale, mendojmë t'i fusim në listën pozitive të cilët janë shumë të rëndësishme për shëndetin e qytetarëve. Këtu hyn edhe e dini që popullata çdo ditë e kemi statistikat tregojnë që është më e vjetër dhe më e vjetër. Me këtë demografi kemi smundje të cilët duhet të trajtohen për shkak të moshës, kemi ilaçe që nuk janë në listën pozitive, kështu që prioritet realisht ju kemi dhënë tyre ilaçeve që t'i fusim në listën pozitive. Në fund të ditës, ai i cili pin cigare do duhet jetë i vetëdijshëm që duhet të vendos ndërmjet diçkait që e dëmton shëndetin dhe diçka tjetër që i ndihmon për ta reduktuar apo për ta lënë komplet. Po thojnë, tash po them edhe unë, po dëgjojmë që po thojnë që ligji do të jetë vetëm edhe një vegël për ta ndëshkuar kundërshtarin. E dim, kemi dëgjuar gjithashtu, kemi parë, kemi rastisur tani, por edhe në të kaluarën që kur vinë kontrollet, paralajmërohen pronarët që po vjen
grupi dhe ata shpejt i shlyn gjithë gjurmët dhe paqt, asgjë. Kur gjejnë kontrolli shumë mirë, ama këto janë të privilegjuarit. Tani, ata të tjerë të shkretët që janë kundërshtarë ose opozit, se tani nuk po flasim kush është pozit momentalisht, kush opozit, se kjo ndodh tani, ka ndodhur në të kaluarën, të jemi të qartë, por a do të jetë kështu edhe në vazhdim? Unë jam edhe me mosh nuk jam i ri, po edhe kam më shumë përvojësim në sektorin privat, ashtu edhe në sektorin publik. Dhe duke qenë i vetëdijshëm për këtë qasjes që e kemi në Ballkan si qytetar, jo vetëm në Maqedoni, se çdo herë fajna e ka i treti, jo unë, se çdo herë mua më ndëshkuan për shkak se nuk më duan. Futëm edhe dy elemente tjera. Elementi i parë është qytetarin, nëpërmjet QR kodit, ku do të jetë i obliguar. Edhe qytetari është mik i pronarit ose mik i një partisë kështu, edhe ne jemi të gjithë. E dyta është futëm edhe një element, një pajisje e cila do të marrë cilësinë e ajrit. Ka apo nuk ka në këtë? Në lokal. Në lokal. Çdo lokal do duhet ta mbajë këtë? Jo. Çdo inspektor do ta ketë këtë pajisje, do të marrë cilësinë e ajrit dhe do të sheh shumë mirë. Është pirë apo jo. Kështu që anashkalohen këto, e pastroj ambientin, se e informoj dikush e kështu me radhë. Po tani nëse dëshiron të abuzosh me sistemin, unë mendoj se kreativiteti jo nuk mbaron këtu, do gjejë ndonjë fasë edhe ndonjë formë tjetër për të abuzuar. Gjithsesi shteti do duhet ta ndjekte. A do të implementohet 100%? Forma më e shpesh të ne që se të mbetemi te abuzimi është korrupsioni, rushfeti. Ju e dini që edhe kjo funksionon me të madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tani ligji do jetë i ri, do jenë masat më të rrepta. Në fillim ne gjithë jemi shumë të mobilizuar, edhe lokalet do jenë sigurisht, po edhe inspektorët nga ana tjetër, dhe normalisht që do të vjen në pyetje ose në provë rushfeti. A keni metodë ta ndaloni edhe këtë dukuri që besoj se do të jetë shumë e shpeshtë? Tani unë s'mund ta them a do të jetë shpesh ose jo, po nga ana tjetër ne nuk mund të mbulojm gjithçka me këtë ligj. Nuk mund të krijojmë shtet ligj për gjithë shtetin. Pra kemi institucione, ministri që merren me resort të ndryshëm, është Ministria e Punëve të Brendshme që merret me abuzime të ndryshme, është Ministria e Financave që merret me abuzime financiare dhe kështu me radhë, kanë inspektorate për mbrojtje ndaj abuzimit, siç thatë, të proceseve administrative. Pra, secili institucion duhet ta bën punën e vet. Puna e Ministrisë së Shëndetësisë është të sjellë ligj, të mundohet implementimi i ligjit me të drejtat nëse ligji nuk do të implementohet. Pavarësisht do të ketë apo jo abuzim financiar të punës së rishfetit. Juve nëse në një lokal implementohet dhe në tjetrin jo, ju i bëni dëm lokalit që implementoni ligjin. Pra, sigurisht. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë pjesë, jo rastësisht mundohemi me ligj të bëjmë një palet më të gjerë të institucioneve që do të jenë direkt, do të kenë në portfolion e tyre direkt mundësi për ta parë dhe për ta ndjekur implementohet apo jo ligji. Në fund të ditës, nëse më pyetni a do të ketë zero abuzime pas këtij ligji, është naivitet politik nëse them po është ashtu. Unë e di që do të mundohen qytetarët të gjejnë forma kreative që ta anashkalojnë ndonjë pjesë të ndonjë neni në ligj. Megjithatë, institucionet shtetërore janë këtu që të përmirësojnë ligje, të përmirësojnë infrastrukturën administrative shtetërore që të mund të implementojnë ligjet. Dhe përvojat thuan që në shtete ku kemi këtë ligj është përmirësuar edhe shëndeti i qytetarëve, po nga ana tjetër nuk është dëmtuar biznesi. Ky ligj implementohet në Turqi, një shtet i cili ka qenë shtet që ka pas qytetar që vërtet ata pinë më shumë se ne duhan, sigurisht. Vërtet ja, dhe percepcioni juaj është ashtu. Sot është një shtet i cili është shembull në nivel evropian. Kur e kanë vënë përdorim ligjin? 3 vjet e gjys, më duhet 3 vjet e gjys 4 maksimum, që implementohet ligji dhe tani po të shkoni në Turqi, numrat flasin vetë se sa ky ligj është pozitiv si në aspekt të shëndetit të qytetarëve dhe në aspekt të implementimit. Keni marrë pika shembuj, keni përshtat diçka nga ligji që e krahasoni ose? Ligjet do të adaptohen në bazë të infrastrukturës dhe demografisë të qytetarëve, të duhanpirësve, të biznesit dhe kështu me radhë. Për shembull, Slovenia ka ligj shumë më trepë se sa ky që e bëjmë neve, për shkak se në Sloveni nuk ka industri e cila prodhon cigaret.
Në Turqi Vetëm importojnë, në Turqi është infrastruktura shumë më e gjerë se te neve, ka pas numër shumë të madh të duhanpirësve, qasja ndaj duhanit ka qenë pjesë e kulturës, kështu ka pas qasje ndryshe, ne jemi dikundin në mes, me qëllim që mos dëmtohet biznesi, por të ruhet edhe shëndeti qytetarëve. Ne jemi Evropë në fund të ditës dhe synojmë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të cilët në fakt e kanë edhe këtë pikë të programi i tyre për progres apo jo. A është ndoshta edhe kjo një mënyrë që të bëjmë një checkbox? Po, është fakt. Çdo takim që bëhet me Bashkimin Evropian dhe me OBSH-n, Organizatën Botërore Shëndetësore, një nga pikat që diskutojmë është deri ku jemi me këtë ligj dhe si do ta implementojmë. Piku i parë është kur ke ligj, po ligjin e kemi tani. Ai tik ka kaluar moti në 2014. Por fat keq në 2017 hiqen disa nene në ligj dhe bëhet ligj edhe më fleksibil. Dhe sot kemi situatë që do duhet kur të dalim në qytet do duhet të shohim kush është lokali i cili nuk pihet cigare brenda që të shkojmë atje, por fat keq. Edhe dëmtimi në aspekt shëndetësor është ai që thash, është jashtëzakonisht shumë i madh. Janë një përsëri në top 5 jemi si shtete me smundje të kancerit të mushkrive, që lidhet direkt me konsumimin e duhanpirjes. Pra, këto janë ato indikatorë të cilët neve do të jemi të vetëdijshëm si politik bërës dhe si ministri që vërtet diçka nuk shkon këto. Duke futur edhe elementin shtesë që ndër 13 vjet të rit konsumojnë cigare elektronike, pra është një numër frapant i cili si çdo ministri e shëndetësisë do të kishte marrë me seriozitet zgjidhjen e këtij problemi dhe ideja është që vërtet ky ligj të implementohet jo vetëm për një tik për Bashkimin Evropian, por edhe për neve si qeveri, për infrastrukturën dhe për neve si ministri. Po, kravatën për shkak të mikrofonit, zot ministër, vazhdoj me Bashkimin Evropian. Tani është pjesë e uniformës, kështu që. Patjetër. Do të mbetemi te Bashkimi Evropian. Pse dhe kur ndoshta do të vi dita që standardet e Evropës të implementohen ose ti kemi në Maqedoni edhe te kushtet e spitaleve, te barnat, te gjitha ato problemet esenciale që edhe i përmendet vet. Pra, gjithçka nuk bëhet me një moment, gjithçka që është krijuar ose gjithçka që është abuzuar me vite kërkon përsëri një kohë që të kthehesh në normalitet, por pastaj të përmirësosh infrastrukturën. Realisht shëndetësia ballafaqohet me shumë sfida. Unë përmenda sfidën e kapaciteteve njerëzore, të mjekëve dhe motrave medicinale. Përmenda sfidën e buxhetit. Ju përmenda sfidën e infrastrukturës. Pastaj përmendim sfidën e kurikullave dhe arsimit, i cili lidhet direkt me cilësinë e dhënies së shërbimeve. Gjithashtu optimizimin e dhënies së shërbimeve. Po t'i meni të gjitha këto, mos flasim për digitalizimin që ne futëm tani në prioritet. Pra jemi larg asaj që ka Evropa dhe Bashkimi Evropian dhe shtetet e Bashkimit Evropian e kanë në këtë fushë. Në tërësi, kur ta shihni është një sistem i cili është kompleks, edhe dhe duhet detyrimisht të bani prioritetet në këtë kaos që ju menaxhoni në moment. Edhe një problem tjetër për cilin nuk po funksionojnë masat momentale të qeverisë është ndotja e ajrit. Lexova diku që ishte barabar, aq i ndotur është ajri në qytetet tona, barabar sikur të pish 2 pako cigare në ditë. Nëse rrin jashtë të ballafaqohesh me ajrin e jashtëm tërkohës. Është vërtet kjo? Unë nuk e kam këtë informat. Nga ana tjetër e dini që Ministria e Shëndetësisë nuk merret me problemin e ndoqjes së ajrit, është Ministria për Ambient, tetëso. Her pas here themi jemi bërë si zjarfikës vetëm çdo ditë duke tentuar të zgjidhish problemet ditore që janë shumë shpesh të palogjikshme, nuk na ngelen kohë për zgjidhjen e problemeve më afatgjate apo sistemimin në aspekt të administrativ të institucionit. Në rregull. E dim, kemi dëgjuar gjithashtu që në përzyra të ministrive, në parlament, e dini dhe ju, i keni kolegë. Nuk e di a jeni ju duhanpirës? Jo. Jo, shumë mirë.
unë s'tregoj për vete, por nuk jemi kundër duhanpirëve, kështu që lirish mund ta jo, thoni. tani është pyetja ndryshe. Her pas here edhe unë në shoqëri do të ndezim një cigare, kështu që nuk jam se mua më shohin tani si ajo shenja kundër duhanit, nuk jam tip që kritikoj nëse dikush në shoqëri pin. Thjesht jeni duke shumë shpesh ditë them okay, ju vazhdoni, nuk na pengon ose ja edhe ne do t'ju bëjmë shoqëri. Pra duhanpirja është diçka shumë personale, ne do të krijojmë sistem edhe për ta mbrojtë sigurisht qytetarët. Tani pyetja ishte te zyrtarët, te drejtorët në parlament. Kam rastisë edhe unë, keni rastisë edhe ju. Nuk ka respektim të ligjit që edhe tani në fakt si ligji aktual ndalon rreptësisht pirjen e duanit në përzyra. A do të dënoni të parët ata përpara se dilni të dënoni qytetarin? Tani pasi që është formati më i lirë, do t'ju jap dy shembuj se me çka ballafaqoheshim neve derisa punonim ligjin. Unë kur fillova në këtë ministri, puna e parë pasi që kur nuk e pini cigaren shumë lehtë jeni senzitiv ndaj erës dhe lehtë detektohet pihet në një ambient apo jo. Kur hyeshte në Ministrinë e Shëndetësisë, në momentin e parë në hyrje, ju shihni që ka nuk është ambienti i pastër në aspekt të nikotinës. Dhe punën e parë ndalova, thash, në ministri brenda, në hyrje nuk mund të pihet. Ato jo brenda, po në hyrje, po kur është në hyrje, dera është hapur e gjithkohës. Hyn aty. Hyn edhe brenda. Aspekti i dytë ishte aspekti i institucioneve, dhe ne jemi të vetëdijshëm dhe edhe ju e dini vetë përmendet që vërtet edhe brenda pihet në përzyra në institucione shtetërore. Dhe në ligj kishim futur një nen i cili thotë nëse do të detektohet që në ndonjë institucion shtetëror pihet duhan brenda, do duhet 3 muaj të mbyllet. Edhe unë fillova qeshje, thash, do të na leni pa ministri dhe pa shtet, se do duhet Ministria e Shëndetësisë të mbyllet e para, pastaj çdo ministri tjetër. Kështu që e hoqëm atë, bëm më liberale të informohen dhe pastaj të dënohet personi i cili menaxhon me institucionin, pasi që vërtet ju e dini se do ndodhte një kolaps shtetëror, thonë kështu në thojza dhe pak me shaka, por që do t'tregojni fer dhe do shkoni pikërisht apo jo me kontrole së parit të zyrtarët dhe drejtorët. Unë të isha në vendin tuaj, ashtu dhe kisha vepruar. Në fakt, pasi që flitet shumë për këtë ligj, unë e shoh që ka përmirësim në institucione shtetërore. Ashtu? Trajnojnë veten që kur të vjen të jenë mirë. Po besoj që edhe tani ma ndjehen edhe keq se gjithë ky muhabet që bëhet për ligjin dhe për ambiente të pastra, besoj që kanë reflektuar. Do ngrihet vetia që duket. Patjetër, të shpresojmë. Mirë, bigjozi gjithashtu është një temë që na ka lodh, edhe që i lodh shumë familje në fakt. Edhe që është një varësi shumë e poshtër, mund t'i them, ndoshta edhe më e madhe se duhani. Ju si parti në fakt Mendova do pyet a merreni me bigjos ose jo. Që them jo. E kishit pjesë të çdo mitingu, po thuaj se ligjin anti-bigjos. Ku mbet ky ligj? Ku e humbëm? A do vjen ndonjëherë, a do miratohet? A do merreni me këtë? Rezultate ka tani ma flas si pjesë e qeverisë, jo si pjesë e ministrisë si ministër. Po. Pra rezultate ka, ato janë të dukshme. Do në është reduktuar numri i institucioneve që merren me këtë lloj biznesi. Online lojrat ma janë të ndaluara. Do në është bërë një filtrim i këtyre, po nuk është mjaft. Do të bëhet shumë më shumë në këtë drejtim, dhe besoj që institucionet këtu është edhe Ministria e Finansave dhe Ministria e Ekonomisë si pjesë e institucioneve që merren me këtë problematik, nëse nuk gaboj ndoshta edhe Ministria e Drejtësisë, nuk jam shumë i sigurt. Sido që tjetër unë s'kam ndonjë informat, edhe njerë them, për shkak të portfolios që unë menaxhoj, që është jashtëzakonisht shumë senzitive dhe komplekse, bëhet fjalë për shëndetin e njeriut dhe fokusin e kemi 100% atje. Unë veç mund t'jap dezinformata deri ku kam mri përmirësimi në pjesën ligjore, po përmirësim në teren e shohim dhe e dim që aspekti lojrave online tani ma të paktën sa kam informata është
është i pamundur në Maqedoni. Them edhe një herë, mund jap më shumë shpekulim se sa t'ju jap informata të sakta, se besoni që vërtet s'kam ndonjë informat që çka ndodhen në momente ku janë hapat për luftën ndaj, unë pajtoj me juve, një të keqe për qytetarët. Këtu hyn edhe të rit, gjithashtu, pastaj vizibiliteti këtyre institucioneve që janë shumë afër shkollave, ishin dhe kështu me radhë në qendër të qyteteve. Ne për ligjin për mbrojtjen nga duhani, për shembull, ne kemi ndaluar edhe reklamimin e cigareve edhe në shitore brenda. Pikërisht për shkak se kjo mund të ndikon në mënyrë indirekte që të initson kurreshtje tek qytetari i cili edhe nuk është konsumues që ta blen një cigare. Prandaj në portfolion tonë dhe atë që menaxhoj mund të ju jap informata, besoni që këtu ato informata që i keni ju si qytetari kam edhe unë, se nuk kam hapësirë për të updateuar. Nëse ndoshta ju akujtojmë personave që kam portfolion e dur, ta risjellin në modë përsëri, patjetër do t'i ftojmë me gjithë qejf. Por nëse pas një kohe relativisht të them objektive, se nuk mund të them 6 muaj, një vjet, se ja Turqia 3 vite pastaj sheh rezultate kështu me radhë, po janë optimal. Një periudhë optimale ju e dini sa është. Nëse shihni se nuk funksionon, do të merrni përgjegjësi? Çdo institucion i cili krijon një sistem, do duhet të krijon edhe sistem për ta implementuar këtë politikë që e ka krijuar, këtë ligj që e ka krijuar. Pra Ministria e Shëndetësisë krijon politikat për shëndetësi dhe për mbrojtje të shëndetit të qytetarit, dhe deri këtu Ministria është e obliguar dhe të ketë përgjegjësi për çdo ligj. Pra në përgjigjen e juaj, a do të kem përgjegjësi unë si ministër? Po. Detyrimisht si ministër duhet të kesh përgjegjësi nëse një ligj nuk të implementohet si duhet, të marrësh masa ta optimizosh implementimin apo ta realizosh në jetën e përditshme. Përndryshe çdo ligj i cili sillet dhe nuk implementohet është më i dëmshëm se sa mos ketë ligj. Unë jam i vetëdijshëm për këtë pjesë. Jo rastisht kam insistuar dhe unë personalisht kam pas takime me institucionet që të shohim post sjelljes së ligjit se si do të menaxhojnë. Ashtu? Dhe këtu çka ndodhi, që mos vim deri në momentin të më pyetni nesër, dëgjoj ligjin e sjellët, po dëgjoj nuk ju funksionon në institucionet dhe tani çka. Ne çka bëm, pjesën e piljes së duhanit në lokale jashtë, pra brenda është rreptësisht ndaluar dhe tani me ligj, por për fat keq nuk respektohet. Do t'jetë ndaluar nga dita e parë, me këto masa që ne shtesi marrim dhe me këtë definim të ngushtë dhe meritjen e gjobave ndaj institucioneve dhe ndaj qytetarit i cili do të 356.000. Që aty rrotullohet. Do të kemi shku në maksimum, janë gjobat maksimale që të... Shqiptarja shumë sohet. Po jo, si çdo qytetar në nivel botror, besoni që sistemet të rregullojnë... Ndikon niveli... Qytetari manipulon aty ku ka hapësirë apo gep në shëndetësi, në ligj. Pra, përgjigjja është po, do duhet çdo politikan të ketë përgjegjësi për çdo ligj i cili e sjellën. Dhe për fat mirë, Bashkimi Evropian ka definuar këtë dhënien e përgjegjësisë vertikale thirret, ku ndër çdo ministri kemi edhe tash inspektoratin, ku japin përgjegjësi edhe definon dinamikën e punës ministri. Pra nëse një ministër sjell një ligj dhe nuk është i zoti pastaj ta implementon nëpërmjet inspektorateve, besoj që duhet të jetë përgjegjësi. Dhe po edhe unë personalisht dhe ministria duhet të jep llogaridhënie përpara juve dhe qytetarëve. Si implementohet ligji dhe ku janë problemet. Unë nuk pretendoj që ky ligj do të implementohet nga dita e parë pa probleme, po ideja është që të jemi transparent dhe themi po, hasim probleme në disa pika të ndryshme, ato probleme mund të jenë në nivel operativ apo në nivel ligjor. Nëse do të jenë në nivel operativ dhe duhet të gjendet zgjidhje, ose me ngritjen e numrit të inspektorëve apo forma tjera. Nëse do të shohim që ligji krijon probleme më shumë se sa zgjidh probleme, do duhet të ketë ndryshim të ligjit, të ndonjë neni. Pra këto janë, nuk është diçka që sot të sjellim dhe nuk mund të ndryshon. Janë procese të gjalla që duhet ndryshohen dhe të adaptohen në bazë të infrastrukturës dhe problemeve që mund të ndodhen gjatë implementimit. Përpara se të fillojmë me bisedën, me intervistën, jashtë kamerave më përmend diçka për specializimin. Njërisi shumë e mirë për Maqedoninë, ta them edhe për shikuesin. Jo veç specializimet. Unë do kisha nisur nga një lajm edhe më i mirë për
qytetarët që është lista e operacioneve. Pse e them më e mirë? Për shkak se kryesisht abuzimet janë bërë me këtë listë. Shkon një qytetar i cili ka probleme shëndetësore, duhet financohet ndonjë operacioni. Dhe lista e pritjes është pafund. Dhe mjeku i thotë, dëgjoj, ke dy opsione. Lista e pritjes është pafund, është 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj. Apo opsioni i dytë është të paguani privat dhe të operoni për 2 ditë. Apo për 1 javë. Tani kur bëhet fjalë për shëndetin, është e natyrshme që qytetarit të gjejnë forma të ndryshme që të arrijnë deri tek një shërbim shëndetësor sa më shpejt. Prandaj i bëhet dhe kjo ofertë. Po është në rregull në një institucion shtetëror të ndodh kjo, ha? Është në rregull, është jashtë logjikës të thuash që është në rregull. Kthehemi te lista e operacioneve, çfarë ndodhi? Lista e operacioneve kjo listë ruheshte në fleta dhe në fletoret e mjekëve. Në sirtaret e mjekëve, po. Dhe qytetari nuk kishte qasje ta dinë është apo nuk është e vërtet puna e pritjes 1 muaj, 2 muaj apo 5 muaj. Dhe bëm obliguam çdo institucion, krijuam një sistem në sistemin e shëndetësisë, një portal i cili edhe sot po të hyni mund ta shihni, do në është operaci.zrasfo.në gov.mk, që mund ta shihni brenda, çdo qytetar mund ta sheh emrin e mjekut, ose emrin e institucionit, ose me shërbimin shëndetësor, dhe ta shihni a ka ky mjek 5 pacient, apo i ka 50, apo i ka 0. Dhe automatikisht kjo transparencë do të redukton edhe keqpërdorime të llojit të këtij që e përmend. Poenta e specializimeve gjithashtu ballafaqohem me një situatë shumë të çuditshme. Për shembull, ne prodhojmë ekspert të nivelit shumë të ngushtë të ekspertizës së tyre, të cilët na vinë nga qytetet e ndryshme, kryejnë specializimin 6 vjet dhe pastaj janë jo kompatibil për të kthyer dhe për të punuar atje. Pra, që të them më thjesht, vjen një doktor unë jam nga Gostivari, vjen në Shkup dhe specializon për shembull kardiokirurgji, dhe ai nuk mund të kthehet në Gostivar se s'ka departament për kardiokirurgji. Dhe ai është i obliguar të ngel të vazhdon punën e tij në Shkup, apo ta sheh karrierën e tij jashtë shtetit. Don asnjë logjik. Shumica e bën këtë. 6 vjet kemi investuar si në aspekt financiar, kohor, infrastrukturor, dhe në fund të ditës krijon një profil i cili është jo kompatibil me institucionin që e ka paguar, pasi që specializimet paguhen nga institucionet ku ai e sjell të punësuarin në Shkup. Dhe këtë ndryshuam edhe tham, do të ketë specializime të përgjithshme, që do të jenë 5 vjet, dhe ai kur do të kthehet do të jep shërbime të përgjithshme specialistike apo internistike në nivel të qytetit, dhe do të jetë i vyshëm si mjek nga dita e parë. Këto që kthehen mund të japin vetëm shërbime të bazuara në profesionin e tyre. Don kishim specializime shumë të ngushta në aspekt profesional. Dhe kjo prodhonte 2 lloj të problemeve. Nuk prodhon mjek i cili do të jep shërbime për qytetarët të përgjithshme, dhe nga ana tjetër bën një migrim nga qytetet në kryeqytet. Dhe bën në aspekt të sinkronizimit me Bashkimin Evropian këtë ligj, po edhe në aspekt të përputhjes së profileve që mund t'i kemi në nivel të infrastrukturës shëndetësore, dhe ky është lajm shumë pozitiv. Shumë. Për fatkeq për neve, për juve se ju si gazetar me teorinë që i keni dhe me shkencën. Unë si teut u gëzova shumë. Faleminderit. Nga kur do mund mjekët të specializojnë në këtë mënyrë me kurrikulat e reja? Pra, nga shtatori. Shumë mirë. Me njëherë. Po jo veç atë, futëm në ligj, më falni në rregullore, nuk është ligj. Se ligji. Po, se ligji dhe gjithkohës tani futëm në kurrikula dhe mundësinë në kurrikulat e reja, mundësinë studentët të cilët janë në vitin e 3, të parin, të dytën, të tretën në specializim, të mund të kthehen me sistemin e ri, pra automatikisht ju zvoglohet 1 vjet nga 6 u bëhet 5, dhe fitojnë specializimi i përgjithshëm, do në specialisti i përgjithshëm të jetë. Shumë mirë. Studentët të cilët janë viti 4, 5 dhe 6, ato do të vazhdojnë me kurrikullën e vjetër, pasi që s'ka logjik të kthehen, është vonë. Faleminderit shumë. Ministër, ju uroj suksese në punë, shëndet, gjithë të mirat, faleminderit që erdhët në Troç. Faleminderit për kohë. Ky ishte Troç, fjala siç është.